Të eksplorojmë Rio de Janeiron. Pas mbërritjes dhe akomodimit në hotel, do të nisemi me autobusin komod drejt monumentit më të famshëm të Rios, statujës së Krishtit, një nga 7 mrekullitë e reja të botës. Ndalesa jone parë do të jetë tek qendra Cosmovelio Station, ku aty do të marrim trenin me avull drejt pyllit Tijuca për t'ju afruar malit Corcovado, ndryshe e njohur si mali i cili mban mbi shpatulla statujën e Jezu Krishtit. I gjithë udhëtimi me tren zgjat 20 minuta, ku gjatë rrugës do të kemi mundësinë që të shijojmë pamjet e mrekullueshme të pyllit, plazheve dhe qytetit. Pas udhëtimit me tren, ecim në këmbë drejt simbolit më të rëndësishëm të Brazilit, statujës së Krishtit. Kjo statujë daton që në shekullin e 19, e cila ndodhet 710 metër mbi nivelin e detit dhe është 30 metra e gjatë. Krishti me krah të hapur simbolizon besimin dhe shpresën. Nga kjo lartësi kemi mundësi të shijojmë pamje të tilla si zonat veriore dhe jugore, Sugarloaf, Jockey Club, aeroportin ndërkombëtar, stadiumin Maracana, stadiumi më i madh në Brazil dhe në Amerikën Jugore, si dhe pyllin Tijuca, pylli urban më i madh në Brazil dhe i treti më i madh në botë. Ky është vendi ideal, i cili na bën të ndihemi mes qiellit dhe tokës. Në shoqërinë e guidës së Vaz Tour, vizita e radhës do të jetë Sugarloaf, një nga atraksionet më të famshme të Rios dhe të mbar botës, i cili ka mirëpritur deri tani 37 milion turistë nga mbar bota që nga viti 1912 u vu në shërbim për herë të parë. Rrugëtimi ynë do të kryhet nëpërmjet 2 teleferikëve, të cilët do të na shoqërojnë deri tek Sugarloaf, e njohur ndryshe si mali i sheqert, emri i të cilit i referohet formës tradicionale të copës së sheqerit. Brasil, abre a cortina do passado. Ndalesa e parë do të jetë nga Praia Vermelha, plazhi Kuq tek Morro da Urca, ku do të kemi mundësi që në këtë plaj të shohim amfiteatrin, dyqanet dhe restorantet e shumta. Ndalesa jone e dytë përfundon udhëtimin tek Sugarloaf. Kjo është lartësia ideale për të ndjer Rion si në pëllëm të dorës. Rrugëtimi për secilën ndalesë zgjat 3 minuta. Mund të provoni dhe shëtitjen me anije. Gjatë këtij udhëtimi do të jemi në tingujt e muzikës latine, pijeve ekzotike dhe atmosferës fantastike përreth, në ngrohtësinë e rrezeve të diellit. Koha për plazh nuk do të mungojë në asnjë ditë. Brasil, esse coqueiro que dá cor, aonde amarro minha rede, nas noites claras de luar. Vizita e radhës do të jetë kopshti botanik, i cili ka rreth 5000 bimë të ndryshme, të mbledhura nga mbar bota. Gjatë rrugës nuk do të lëm pa vënë re palmat perandorake, zambakët e ujit, bimët japoneze, si dhe 500 lloje të ndryshme orkidesh. Ky oazë i blerët është vendi ideal për të relaksuar në tingujt e mrekullueshëm që ofrojnë zërat e natyrës. Në darkë do të përgatitemi për një mbrëmje të paharrueshme, me performancën e shkëlqyer të Samba Show, në tingujt e mrekullueshëm të saj. Muzika samba është përfaqësuesja më e gjallë e shpirtit të karnavaleve, e cila performohet nga kërcimtarët e shkollave të sambës. Kjo shfaqje nuk mund të përjetohet në asnjë vend të botës, ashtu siç mund të përjetohet në Brazil. Brasil. Petropolis, qyteti që njihet ndryshe si qyteti perandorit. Ai mori këtë emër në nder të perandorit Pedro II, i cili i magjepsur nga bukuria dhe klima e këtij qyteti, në vitin 1830 bleu prona të mëdha në këtë vend. Vizita jone e parë fillon me Muzeun Perandorak, i përdorur më parë nga Dom Pedro i parë dhe Dom Pedro i dytë si shtëpi verore.
Në këtë muze sot gjenden kurora të florinta, perla dhe diamante, të përdorura nga të dy perandorët. Rrugëtimi ynë vazhdon me katedralen gotike, aty ku princesha Isabel u varos pranë varreve të Dom Pedros II dhe gruas së tij, si dhe pallatin e kristalt, i cili u ndërtua në Francë dhe u montua në Brazil. Ky pallat u përdor nga princesha Isabel si ekspozit dhe si vendi ku organizoheshin mbrëmje të mëdha, të organizuara nga vetë princesha. Mundësi për drek fakultative dhe më pas kthimi për në Rio de Janeiro, pas dite e lirë dhe kohë për plazh. Një aventurë e paharrueshme do të ishte Jeep Tour në pyllin Tijuca, në një nga pyjet urbane më të mëdhenj në botë. Ndalesa e parë do të jetë tek ujvara e majmunëve e më pas tek Chinese View Belvedere, me pamje mbreslënëse të plazheve shumë të famshme në botë, si Ipanema e Copacabana, Gjirin Guanabara dhe Sugarloaf. Sa po të hymë në zemrën e pyllit, në rrugicat e tij të ngushta, do të ndalojmë në ujvarat e bukura ku mund të freskohemi apo çlodhemi, teksa dëgjojmë përreth zërat e natyrës. Gjatë rrugës nuk do t'ju shpëtojnë syve majmunët, dhosht egzotik, fluturat dhe flora tropikale. Ju do të çuditeni nga kontrasti jashtëzakonshëm mes këtij pylli tropikal në zemër të këtij qyteti gjigant. Rrugës për në hotel do të ndalojmë tek plazhi Pepino. Pikat që do të vizitohen do të jenë rruga Horto Florestal, ujvara e majmunëve, Chinese View Belvedere, tabela e perandorit, ujvara Casa Catinha, kisheza Myrink, rruga e kanjonëve dhe plazhi Pepino.